dhe për këtë arsye nuk kam pas qasje të mirë as ndaj televizionit ju, as ndaj teje personalisht për atë dokumentarin të cilin e keni bërë, që keni bërë shumë gabim. Unë ta them tonë fytyrë, për arsye se nuk ka shpirt njeriu që mundet me arsyetu gjenocidin e Izraelit në Gaza. Nuk kemi arsyetu. A ke pa dokumentarin? Nuk e kam pa krejt, edhe s'kam pas qef me pa, edhe prej tem ka shumë interesant, sepse ti edhe agjeron, edhe je njeri fetar, edhe me bate, ndoshta dikush ta ka thënë, po ta thon ty. Është personale, kjo është interpretueshme kjo. Nëse shumë personale dhe mendimi jam ka qenë personal ndaj teje. Nuk ka qenë me xhamat. Personal kom personal. Po është interpretueshme, se mund të dhe mendoj që çdo kush më ba, edhe Amerikë, edhe Izrael, edhe Evropë, për me rëzu... Mos më del tash te Irani, se po besim të dokumentarit. Dhimbja që nuk harrohet quhet. Flet për një sulm të Hamasit brenda Izraelit, ku janë vrarë fëmijë. Dhe janë vrarë njerëzit në atë festivalin e famshëm. Por dokumentari asesi nuk arsyeton veprimet e Izraelit në Palestinë, përkundrazi tregojmë qysh ne kemi pretenduar të hyjmë në Gaza, por ka qenë e pamundshme. Dhe flasim për viktimat që janë në Gaza, që janë viktima palestineze nga sulmet e Izraelit. Nuk kanë ndonjë krahasim logjik të shëndosh që mund me krahasohet që ka ndodhur edhe në Izrael edhe në Gaza. As dokumentari nuk ka kurfar arsye, as përpjekjen më të vogël për arsye. Nuk e arsyetoj sulmin e Hamasit ndaj asaj gjendjes, nuk e arsyetoj personalisht, por nuk ka djalë nane që mund e arsyeton as në qenie njerëzore nëpër Evropë, këtë kohë që mund e arsyeton dhunën, gjenocidin, sulmin e Izraelit në Gaza. Mendoj që ato është bërë një kasaphane. Në fakt, gabimi kryesor i Gazas, realisht, i Hamasit, është fakti që nuk lejohen të hyjnë gazetarët. Nuk lejohen. Është urdhri i Hamasit, nuk lejohen që të hyjnë gazetarët e pavarur flasim të botës. Ata kanë njerëz të cilët i kontrollojnë vetë dhe të cilët dërgojnë pastaj video imazhe. Ekipet profesionale të mediave, profesionale në përbot, për BBC, CNN, tek Reuters, të gjitha, se kemi ulumtu dhe kemi qenë në përpjekje, nuk